Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga 1 janari 2026 fillon zbatimi i rregullave europiane për dekarbonizimin, përmes tij synohet ulja e emetimeve të dioksidit karbonit që krijohen nga kapacitetet industriale. Qëllimi është reduktimi gradual i ndotjes dhe kalimi drejt një ekonomie më të pastër dhe të gjelbër në përputhje me standardet europiane. Në fazën e parë, detyrimet do të zbatohen për industrinë e çelikut dhe çimentos, dy sektorë që janë ndër burimet më të mëdha të ndotjes industriale. Nëse nuk i respektojmë rregullat e Bashkimit Evropian dhe eksportojmë në BE produkte që janë prodhuar me lëndë djegëse fosile, ato do të nënshtrohen tarifave doganore më të larta dhe kështu do të jenë jo konkurruese në tregjet europiane. Ministri i Energjetikës e Maqedonisë së Veriut, Sanja Bozhinovska, konfirmoi se do të ketë një periudhë tranzitore dhe se Bashkimi Evropian ka shtyr pjesërisht afatet për zbatim. Maqedonia e Veriut rënditet ndër shtetet me ndotjen më të madhe në rajon. Ministri i Detyrë i Financave i Kosovës, Sekuran Murati, akuzoi opozitën se po bllokon ratifikimin e marrëveshjes me Bankën Botërore. Përmes saj, vendi do të mund të përfitojë rreth 90 milionë euro kredi me kamat 0%. E njëjta opozitë sot ankohet pse Kosova ende nuk po përfiton nga plani i rritjes me Bashkimin Evropian, financim ky, i cili është kryesisht kredi me interes nga 3 në 4%, apelon ministri i Financave i Kosovës. Sipas Muratit, vonesa në përfitimin e fondeve nga BE vjen si pasojë drejt për drejt e bllokadës që opozita i ka bërë kuvendit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Sistemi të drejtësisë në Shqipëri shtojnë 42 gjyqtar. Këshilli i lartë gjyqësor caktoi 42 gjykatës të rinj të shpërndarë në 11 gjykata. 3 gjyqtarë janë caktuar në gjykatën në shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Berat, 7 në shkallën e parë në Elbasan, 7 në Fier, 2 në Gjirokastër, 2 në Korçë, 2 në Kukës, 4 në Lezhë, 1 në Sarandë, 5 në Shkodër, 2 në Vlorë dhe 7 gjyqtarë në Lushnjë. Nga 417 gjyqtarë që duhet të kishte sistemi gjyqësor në Shqipëri, sot ai ka 308 gjyqtarë të emëruar, nga të cilët 265 janë efektivisht në detyrë. Me caktimin e magjistratëve të rinj, numri i gjyqtarëve efektivisht në detyrë shkon në 307, ndërsa i të emëruarve shkon në 350. Mbeten ende edhe 67 vende vakante në gjykata. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijoi sërish akuzat ndaj qeverisë teksa komentoi përplasjet mes aksionerëve për aeroportin e Vlorës. Në konferencë për media Berisha tha se në dukje është një përplasje mes ortakëve, por sipas tij është një konflikt që ka të bëjë me shtetin. Që dy ortak mund të kenë mosmarrëveshje njëri me tjetrin, kjo është një ndodhi e zakonshme. Po që një kryeministër të implikohet në ngatresën apo në përballjen e dy ortakëve njëri me tjetrin, kjo është gjëja më e pazakonshme. Pra kemi të bëjmë jo thjesht me një përballje midis dy aksionerëve, por kemi të bëjmë me një përballje midis shtetit dhe aksionerëve. Kreu i Partisë Demokratike kërkoi hetim, ndërsa akuzoi ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balloku se ka transferuar aksionet nga kompania turke tek ajo e Pacollit. Nga 1 janari vitit të ardhshëm do të ndryshojë sërish siguracioni i makinës në Shqipëri. Të gjithë ata drejtues mjete që kanë shkaktuar aksidente gjatë këtij viti do të paguajnë më shumë sigurim vitin e ardhshëm. Rregulloria e re për sigurimin e mjeteve hyri në fuqi në janar të këtij viti, duke marrë në konsiderat 7 faktor risku që shtrenjtojnë siguracionin, si fuqia motorike, mosha e shoferit, eksperjenca e tij në drejtimin e makinës, përdorimi i mjetit, qarku i regjistrimit të mjetit dhe vjetërsia e makinës, ndërsa historiku me aksidentet nis të zbatohet nga janari vitit të ardhshëm pasi aksidentet apo dëmet e shkaktuara përpara vitit 2025 zerohen. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.